Nëse gratë hanë avokado çdo 2 ditë për 2 javë, ato do të kenë vithe më të formuara dhe një bel më të hollë. Këto janë, në fakt, media që ne shohim. Këto e shoh në Këto gjeste. janë wellness, marketing wellness. Po, një Kim Kardashian, bëhemi? Po. Shiko, unë nuk e kam provuar, për sa kohë nuk e kam provuar, nuk e them do të jonë S'di domethënë, po por mendoj që këto janë për të tërhequr vëmendjen, domethënë duhet lexuar që avokado bën mirë, pastaj bëhemi dot si Kim, edhe pse duhet bërë si Kim, domethënë ideja është që kjo pjesë pastaj është ajo është tjetër gjë. gjë. Nëse gratë pinë ujë kokosi çdo ditë për 2 javë, ato do të kenë një bark më të sheshtë dhe më pak të fryrë. Do zotit, ta bëjmë këtë. Uji kokosit, shiko, unë jam shumë kundër disa trajtimeve, siç është uji kokosit, që vinë nga shumë larg. Nga vjen uji kokosit këtu në Shqipëri? Ose është i paketuar? Po. Dhe tek ai paketimi, hajde ta lexojmë se çfarë përmban. Ka ujë, ka ca aditiv, ka edhe një çik lëng kokosi, edhe shumë prezervativ të tjerë, okay? Po. Dhe pra, po flasim që është një produkt i procesuar, që produktet e procesuara më mirë hidhin në plera. Po. Ka pafund malet tona janë të mbushura me bim që janë shumë të mira për drenimin, për fryrjen e barkut, janë bishtat e qershisë. Bishtat e qershisë janë fantastik për të bërë drenim të lëngjeve të trupit, nëse kemi mbajtje uji, kur jemi para ciklit, ose edhe kur nuk kemi para ciklit, nëse kemi shëndet, kemi mbajtje uji në organizëm. Bishtat e qershisë janë fantastik. Nuk ka nevojë të shkosh te uji kokosit, që është i një kontinenti totalisht tjetër, që këtu vjen i procesuar.